Mirëmbrëma të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës dhe qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju ftojmë në këtë momente që të lusim së bashku mbrëmsoren. Sot Kisha Katolike përkujton shenjtën Monika, nëna e Shën Augustinit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit të Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Të gjithë të lavdërojmë gruan e fortë me shpirt burrnor, që me lavdi shenjtërie kudo shkëlqen famë madhe. Nga dashuria e shenjtë plagosur, ndërsa shkel gjëra të pavlefshme të kësaj bote, drejt qiellit rrugën e vështirë kreu. Mposhtë me argjërime trupin, duke ushqyer mendjen, me ushqim të ëmbël të lutjes, shtije në dorë gëzimet e qiellit. Krisht mbret, fuqi e të fortëve, që veç ti bën punë të mëdha, me uratë të kësaj të lypim, dashamirës dëgjo lutësit. Ty, Jezus, të qof lavdia, që na jep të shpresojmë, së lumës shërbëtore kushtet dhe çmimet e amshueshme. Amen. Antifona e parë. Lartësoj o Zot Krishtin tënd dhe ne do t'i këndojmë nga dhënimi tënd. Psalmi 20, rreshta 2-10, lutje për fitoren e mbretit Mesi. Kushdo ta thëras në ndihmë emrin e Zotit, do të shëlbohet. Lexojmë tek Veprat e Apostujve 2:21. Të dëgjov Zoti në ditë të vështira. Zoti të dalt, emri hyj të Jakobit. Ta qoft ndihmën prej shenjtërorës, e të mbroft nga Sioni. I rënd në mend për të gjitha flitë tua, u kënaq në flinë tënde të shkrumbimit, i plotsof të gjitha dëshirat e tua, i qoft në vend të gjitha synimet e tua. U gëzofshim për ngallënimin tënd, lart i ngritshim flamujt për nder të emrit të hyjit, i plotsoft Zoti të gjitha kërkesat e tua. Tani po e di se Zoti e shpëton të shuguruarin e vet, e dëgjon nga qielli i vet i shenjtë, me fuqin nga dhënjuese të së djathtës së vet. Disa mburen me qere, disa me kuaj. Ne në emër të Zotit hyjtoni jemi të fortë, ata rëshqitën dhe u rrëzuan. Ne qëndrojmë drejt të pathyeshëm. O Zot, shpëtoje mbretin ton, na dëgjo kur të thërasim në ndihmë. Lavdiatit e Birit të Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lartësoje o Zot Krishtin tënd, dhe ne do t'i këndojmë nga dhënimi tënd. Antifona 2. I këndojmë këngë dhe himne pushtetit tënd, o Zot. Psalmi 21, rreshta 2-8 dhe 4. Falënderim për fitoren e mbretit Mesi. Në ringjallje e pranoi jetën dhe lavdin për të gjithë shekujt të shekujve, pa të thënë Shën Ireneu. O Zot, mbreti gëzohet në saje të fuqisë sate. Plot hare e mbush shpëtimi yt. Ti ja plotsove dëshirën e zemrës së tij. Nuk i përbuze lutjet e buzëve të tij. Që më parë i dhe bekime të mëdha mbi krye i vure kurorari të kulluar, tu lut për jetë e tij dhe ditë shumëta në jetë të jetës. E madhe është lavdia e tij në shpëtimin tënd. E stolise me madhëri e më shkëlqim. Ti e bëre bekim për gjithmonë, e kënaqe me gëzim në praninë tënde. Sepse mbreti shpresën e ka në Zotin, në saje të besnikrisë të lartit Zot s'do të tramdet. Ngrihu o Zot me fuqinë tënde, e ne do të këndojmë e do të vallëzojmë për ngadhnimin tënd. Lavdiatit e Birit të Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. I këndojmë këngë dhe himne pushtetit tënd, o Zot. Antifona 3. Na bërë o Zot një popull mbretërish dhe priftërim për hyjin ton. Kënga krahaso librin e zbulesës kapitulli 4. Himni i të shëlbuarve. I denjë je o Zot hyji ynë. Të marrësh lavdin, nderin dhe pushtetin, sepse ti krijove gjithçka. Dhe me vullnetin tënd gjithçka u bë dhe u krijua. Ti je i denjë o Zot të marrësh librin, dhe ti zgjidhësh vulat, sepse që prerë dhe me gjakun tënd i shpërbleve për hyjin.
njerëzit e çdo fisi, gjuhe, populli dhe kombësie, dhe i bëre për hyen ton mbretëri dhe priftërin. dhe ata do të mbretrojnë për mbi tokë. Ideja është qenxhi i prerë të marrë pushtetin, pasurinë, dijen. Fuqinë, nderin, lumturinë dhe lavdinë, Lavdiatit e birit të shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Na bëre o Zot një popull mbretërish dhe priftërin për hyen ton. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 8, rreshtat 28 deri 30. Ne e dim se hyi në gjithçka bashkëpunon me ata që e duan, me ata që me vendimin e tij janë të thirrur, sepse ata që kanë njohur që më parë, ata edhe i përcaktoi të jenë të ngjashëm me birin e vet, kështu që biri i tij të jetë vëllai i parë në mes të shumë vëllezërve. Ata që i paracaktoi, ata edhe i grishi, ata që i grishi, ata edhe i shfaqsoi, ata që i shfaqsoi, ata edhe i lavdëroi. Përgjigje e shkurtër. Zoti të zgjodhi dhe të parapëlqeu. Zoti të zgjodhi dhe të parapëlqeu. Në tendën e vet të bëri të banosh dhe të Se kështu? Dhe të parapëlqeu. Lavdiatit e birit të shpirtit shenjtë. Zoti të zgjodhi dhe të parapëlqeu. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Me jetën tënde besnike dhe bujare Monik, e dashura Krishti ti dhe lavdi Zotit. Kënga Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithpushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni. për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrezoi princat prej froneve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar e tërvetan. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e birit të shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Me jetën tënde besnike dhe bujare, Monike dashura e Krishtit, ti i dhe lavdi Zotit. Lutjet e besimtarve. Me ndërmjetësinë e çmueshme të të gjithë shenjtërve dhe të gjitha shenjtreshave të qiellit të lutim Zotin. Le të bjerë ndërmend për kishën tënde, o Zot. Për hir të martireve të shenjta, që me forcë të krishter mundën vdekjen, jepi kishës sate që gjendet në mes të vuajtjeve dhe vështirësive fuqinë e shpirtit. Le të bjerë ndërmend për kishën tënde, o Zot. Për të gjitha ato që u shenjtruan me hirin e sakramentit të martesës, jepi kishës sate fryrshmërinë apostolike. Le të bjerë ndërmend për kishën tënde, o Zot. Për të veja që është ndritën vetmi në tyre me lutje dhe me vepra dashurie, bëj që kisha jote t'i dëshmoj botës fuqinë misterioze të dashurisë dhe të lutjes. Le të bjerë ndërmend për kishën tënde, o Zot. Për nënat e shenjta që i lindën dhe i edukuan fëmijët e tyre për një jetë të ndershme qytetare dhe për dëshminë e mbretërisë sate, bëj që kisha jote t'i lindë të gjithë njerëzit në të vërtetën dhe në hirin tënd. Le të bjerë ndërmend për kishën tënde, o Zot. Për të gjitha gratë e shenjta të cilat të merituan të kundrojnë dritën e fytyrës sate, bëj që vëllezërit e motrat tona të vdekura ta shijojnë gëzimin e jetës së pasosur. Le të bjerë ndërmend për kishën tënde, o Zot.
Aty në që e në qiell u shenjë troftë emri yt, ardë mbretëria jote u bëvë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, ne i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ngushëllimi atyre që janë në trishtim, ti pranove lotët e Shën Monikës për kthimin e birit të saj, Augustinit, bëj që më ndërmjetësinë të dyve, të dim t'i çaj mëkatet tona, e për mëshirën tënde, të fitojmë faljen e tyre, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.